Allahu manush mërdore thot Kur'an, thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun e manushëm i cili nuk ka shok, dhe për këtë jam urdhëruar edhe unë i pari muslimanëve. Thot gjithashtu Allahu manushëm në lidhje me kurbanet, pra me objektin e kurbanet, me delen apo dhinë që therim, apo mëshirën apo lopën që therim, la yanala Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tek Allahu nuk ka për të arritur as mishi i tyre, as gjaku i tyre, por ka për të arritur devotshmëria për jush, e cila ju shtyn ju që t'i therrni kurbanet tuaja. Sot është dita e parë e Kurban Bayramit. Dhe në këto momente i lutemi Allahut manushëm që sakrificat tona t'i pranoj, Bayramin ton t'a pranoj. I lutemi Allahut manushëm Zotit gjithësisë që ne të na udhëzojë dhe familjarët tanë, duke pas parasysh se edhe kjo është një nga ditat më madhështore të Allahut manushëm. Thot pejgamberi alayhisalatu wassalam kur është pyet se cila është dita më e mirë, ka thënë pejgamberi alayhisalatu wassalam yawmun nahri wa yawmul qarri. Dita më e mirë është dita e Kurban Bayramit, pra dita e sotme, dhe dita e nesërme ku njerëzit do rinë në Mina. Me të vërtet, ibadeti i kurbanit konsiderohet nga ibadetet më të mëdha në Islam. Dhe njëkohësisht nga sprovat më të mëdha me të cilat Allahu manushëm ka sprovuar robin. Jo më kot Allahu manushëm thot në librin e tij, thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun e manushëm i cili nuk ka shok, dhe për këtë jam urdhëruar edhe unë i pari muslimanëve. Allahu manushëm na e sjell kurbanin në të njëjtin kontekst me namazin. Madje pasi i përmend këto ibadete specifike, më njëherë thot, pra jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun e manushëm. Thuaj namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun e manushëm i cili nuk ka shok, dhe për këtë jam urdhëruar edhe unë i pari muslimanëve. Dhe këtu marrim një mesazh shumë të rëndësishëm. Ashtu siç namazi ka ndikim të drejtë për drejtë në jetën tonë si rob Zotit, pra në mënyrën se si jetojmë jetën tonë me Zotin, ashtu edhe kurbani e luan një rol të tillë. Pse? Sepse nëse namazi është ibadeti i qenjes tonë, i trupit tonë, i ekzistencës tonë, edhe i shpirtit tonë, kurbani është ibadeti i pasurisë tonë. Allahu manushëm ka zëvendësuar nëpërmjet Kurban Bayramit ose nëpërmjet kurbanit, ibadetit të kurbanit, ka zëvendësuar sakrificën e madhe të Ibrahimit alayhisalatu wassalam. E shpjeguam hitën e kaluar domethënie sakrificës së madhe e Ibrahimit. Sakrifica e madhe e Ibrahimit ishte, siç thot Allahu manushëm, me të vërtet bela mubin, ose sprovë e qartë, domethënë sprova më e madhe që ka ndodhur në njerëzi. Që sprovohet kush njeriu me fëmijën e vet me therr me durët e veta, në emër të Zotit dhe me kërkesë nga Allahu manushëm. Dhe ne shpjeguam herën e kaluar pse Ibrahimi arriti deri gratë të madhe ndikimi, sepse kishte gatishmëri me sakrifiku në ato nivele sakrifice ku nuk i shkon mendja njeriu. Pra atë gatishmëri kishte për të jetuar me Zotin dhe për të qëndruar gjithmonë me Allahun e manushëm. Allahu manushëm për të na kujtuar ne këtë nivel devocionin ndaj Allahut manushëm, këtë nivel qëndrueshmërie me Zotin, e cila sjell veç hajër në dynjë dhe në ahiret për vetë njeriu dhe për shoqërinë, na e ka zëvendësuar me Kurban Bayramin, ose me fjalë me sakrificën e Kurban Bayramit, domethënë me ato gjën e gjallë që therim ne, që është delja apo dhia që ka kaluar mbi 6 muaj, apo lopa mëshira që ka kaluar mbi 2 vjet, edhe deveja me fjalë e tjerë mëra. Për ata me fjalë që kanë mundësi me therr deve dhe në ato vende ku therret deveja. Pra, kur vjen puna ke Kurban Bayramin, nuk kemi të bëjmë me ibadet thjesht. Kemi të bëjmë, si më tha, me ibadet shumë të madh. Pra ne dhe thot Allahu manushëm tek Allahu nuk arrin mishi i kurbaneve tuaja as gjaku i tyre, por arrin devotshmëria. Për të na tërheqë vëmendjen tek 2 mesazhe shumë të rëndësishme. Mesazhi i parë, falëndero Zotin nëse Allahu manushëm të jep mundësinë me bë kurban. Pra kur shkosh ta bësh kurbanin, falëndero Zotin e gjithësisë që të ka bërë prej kësaj kategorie, sepse ajo që hyn punë tek Allahu manushëm kush është motivi me cilin e therr kurbanin. Njëkohësisht na kujton ne përderisa na është përmend në tjetër kontekst me namazin, ashtu siç tek namazi pranohet ai namaz në cilin robi ka jetuar me Zotin, ashtu edhe tek kurbani, Allahu manushëm pranon pe kurbanit atë kurban që ka qenë me gjithmonë për hatët të Zotit. Pa në cilin është përmend Allahu manushëm, Bismillah Allahumma minka wa ilayk, Bismillah Allahu Akbar, me emrin e Allahut, Allahu është më i madh, Allahu manushëm është prej teje dhe për tek ty. Dhe vetë kjo dua ka urtësi të madhe. O Allah, është prej teje tek ti.
Pra me i fjalë, kur shkojmë dhe therim kurban, ne i themi Allahut manushëm, o Allah i manushëm, si që jemi robët e tuaj me qenjen tonë, gjë që e shprehim nëpërmjet namazit, jemi robët e tuaj edhe me pasurinë tonë, gjë që e shprehim ndër të tjera edhe me zakatin tonë, po edhe me kurbanin tonë. Dhe Allahu manushëm ka vendosur mekanizma për ta kultivuar devotshmërinë. Një nga këto mekanizma kush është edhe kurbani. Pra na thot Allahu manushëm para se ta keni mendjen tek sasia e kurbaneve, edhe sa i madh është apo sa shumë është, kinja parasysh motivin dhe niyetin me cilin e therrni kurbanin. Normalisht treguesi kësaj devotshmërie kush është, që kurbani të jetë i rregullt, mos jetë i mangët, mos e ketë veshën e prerë, apo më drejt me mos e ketë syrin e nxjerr, apo me i fjalë të dëmtuar, mos e ketë veshën e prerë në rrëz, mos e ketë kamën çalamane, apo mos jetë shumë e dopt. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk do arrini devotshmërinë derisa të jepni për hatër të Zotit ato gjëra që ju i keni shumë për zemër. Dhe ne nëpërmjet kësaj korrektësie dhe këtij devocioni i themi Allahut manushëm konkretisht: o Allah i manushëm, gjithçka jemi dhe çka kemi është vetëm prej Teje. Është vetëm prej Teje, prandaj ne këtë e tregojmë duke bërë sakrificë, duke bërë kurban për hatrin tënd. Gjë tjetër që duhet përmend në këto 3-4 ditë duhet pas parasysh është madhnimi i Zotit me Allahu Ekber, edhe këtu ja vlen me undal xhamatin nderuar. Fjala Allahu Ekber është fjala e parë që i këndohet robit sa del nga barku i nanës. Allahu Ekber. Do të thonë Allahu është më i madh se kush. Allahu është më i madh se sa gjithësia, se sa galaktika, sa planetet, sa yjet. Allahu është më i madh se sa gjithçka në faqe dheut. Edhe se sa pushtetari më i fuqishëm, sa shtetet më të fuqishme, dhe se sa civilizimet më madhështore në dynja, Allahu është më i madh. Allahu Ekber. Allahu është më i fuqishëm edhe se sa mendja jon, se sa shpirti jon, se sa trupi jon, se sa pasuria jon, se sa katandia jon, sa fëmijët tonë, sa njerëz i ka bërë pushteti i tyre, fëmia e tyre dhe pasuria e tyre, ta harrojnë Allahun e manushëm. Megjithatë prapë Allahu ngjelet kush? Allahu Ekber. Allahu është më i madhi. Me këtë na thot Allahu manushëm se Allahu është më i madhi, po është edhe i përjetshëm, është edhe i përhershëm, është ai që ka në dorë gjithçka, është ai që ka në dorë pushtetin e gjithçkaje. Walillahi mulku s-samawati wal ard. Allahu manushëm sundimi dhe pushteti i qeve dhe i tokës. Walillahi khazainu s-samawati wal ard. Dhe ta Allahut janë hambarët e qeve dhe të tokës. 5 ditërisht që djemi pasi qëndije apo pas akşami, deri në i qëndin e ditës së 4 të Kurban Bajramit, duke filluar nga sot, ne e madhnojmë Allahun e manushëm kryesisht në namaze, edhe në pas namazit farz është vajib me kujto Allahun e manushëm Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illa Allah, wallahu Ekber, Allahu Ekber, wallahi alhamd. Kurse gjatë kohës, gjatë ditës në pazar, në punë, duke ecën rrugë, duke qenë makinë, duke ndërtuar shtëpi, kujtimi Allahut manushëm me Allahu Ekber është sunet shumë i lartë, sunet shumë i madh. 5 ditërisht ne i drejtohemi Allahut manushëm me këtë dhikr, për t'ia kujtuar vetes se me të vërtetë Allahu është manushëm, është më i madhi. Është ai Allah i cili na ka dhënë shikimin ton, prandaj ne edhe me shikimin ton themi Allahu Ekber. Është Allahu manushëm që na ka dhënë dëgjimin ton, prandaj edhe kur dëgjojmë themi Allahu Ekber. Allahu manushëm është ai që na ka dhënë zemrën ton që pompon me mira litra gjak në ditë. Ai është më i madhi, Allahu Ekber. Allahu manushëm është ai që na ka dhënë edhe mushkrit tona që pompojnë me fjalë aq ajër dhe oksigjen. Edhe këtu ne kuptojmë se Allahu është më i madhi. Është Allahu manushëm ai i cili ka dhënë precizion dhe precizitet jashtëzakonshëm edhe në qarkullimin e gjakut, sa që mjafton një pikë e vogël gjaku të mpikset me fjalë në tru. Edhe më njëherë ndodh një trompoz që mund të marrë jetën njeriu ose e pakta e le paralizon atë. Një pikë e vogël, një pikë e vogël gjaku. Edhe kur ti e mediton këtë e kupton se Allahu Ekber. Allahu është më i madh që ka vendosur këtë ekuilibër të jashtëzakonshëm në trupin e njeriu. Mjafton pak më i trashtë kishte qenë gjaku në trup dhe njeriu do kishte ngri, do ishte paralizuar për shkak të një trompoze të vogël. Kur shkojmë dhe meditojmë nëse sa litra ujë filtrojnë dhe sa litra ngjak në ditë filtrojnë veshkat tona, aty e kuptojmë se me të vërtetë Allahu Ekber. Allahu është më i madhi. Kur meditojmë tek trupi jon, tek gjymtyrët tona, tek duart tona dhe tek këmbët tona, se si ka kriju Allahu manushëm me çfarë preciziteti, do të mjaftonte me fjalë një gisht mos ekzistonte, ose njërit për gishtave ti mungote ky elasticitet që ka
Pra këto kërce që ka kriju Allahu manushëm, mjafton dhe njënit prej tyne ti mungot e langu dhe ti ishte i ngri gishti do ta kuptonin me njëherë se çfarë ekuilibri ka kriju Allahu manushëm. Do të mjaftonte një gisht mos funksionar ashtu siç duhet dhe ekuilibri i trupit do ishte shumë në diskutim. Edhe këtu më njëherë kuptojnë çfarë Allahu Ekber është më i madhi. Kur meditojmë ke fëmijët ton se si 9 muaj krijohen në barkun e nanës, ndërkohë që njeriu s'di asgjë. Njeriu nuk di asgjë. Pra 9 muaj rresht Allahu manushëm e krijon njeriu në barkun e nanës dhe e merr përsipër për ta zhvilluar. Edhe kur mediton se si Allahu manushëm ka vendosur gjithçka në vend. Gjithçka në vend, edhe kapilarët e gjakut janë në vendin e duhur. Edhe kapilarët e gjakut brenda kokërdhokut synit me janë në vendin e duhur. Dhe kur ti e mediton këtë kupton me se Allahu Ekber është më i madh Allahu manushëm. Dhe kur mediton në gjithësi, në sistemin diellor, në këto miliarda dhe biliona galaktika, edhe kur mediton me fjalë në këtë pafundësi të krijimit të Allahut manushëm, kupton se me të vërtet Allahu Ekber. Kur pi ujë dhe mediton me fjalë në këtë sistem të qarkullimit ujë që ka vendosur Allahu manushëm, me të vërtetë kupton se Allahu Ekber, Allahu është më i madhi. Kur mediton në jetën tonë të përditshme se sa herë kemi ndje veten keq dhe kemi qenë në situatë vështirë dhe Allahu manushëm na e ka zgjidh atë situatë, ndërkohë që ne kemi menduar që gjithë sebebet e dunjas kanë mbaruar. Gjithë sebebet e dunjas kanë dështuar, megjithatë Allahu manushëm na ka nxjerrë nga ajo bela. Aty e kuptojmë prapë se Allahu Ekber. Kur meditojmë tek lindja, po kur meditojmë edhe tek vdekja, me të vërtetë aty kuptojmë se Allahu Ekber. Njeriu është gjallë, pas një sekundi është një trup pa jetë. Ç'a ndodhi? I iku shpirti, po ç'është shpirti? Ne nuk e dim. Pra ai që i jep jetë trupit njeriu dhe e bën njeriu të jetë njeri, ne nuk e dim sekretin e tij. Por të na thonë Allahu manushëm, o robët e mi, sa do të fuqishëm të jeni dhe sa do të dishëm të jeni, Allahu Ekber. Allahu është më i madhi, Allahu manushëm është më i dishmi. Prandaj ne themi 5 herë në ditë pa ja nda Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illa Allahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber wallahi alhamd, për t'ja kujtuar vetes se ne gjithani dhe me gjithçka jemi rob të Allahut manushëm dhe sado i madh çdo kush me qenë në dynja, kushdo që t'i shkojë mendja se është i madh, ai le ta di, po edhe ne i themi vetes se kushdo që të jetë, sado i madh që të jetë, Allahu manushëm është më i madhi se kushdo tjetër, sepse ai është krijuesi i gjithçkaje, wa huwa rabbul alamin, dhe është Zoti i gjithë botrave. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illa Allahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahi alhamd. Brezi i parë që edukoi pejgamberi alayhis salatu wassalam, një shqetësim kishin, shqetësimi i tyre i vetëm, angazhimi i tyre i vetëm ishte realizimi tek vetja e tyne, tek jeta e tyne, tek rrethi i tyne, i emrit Allahut manushëm, Allahu Ekber. Dhe kur realizuan ashtu siç duhet, kur e kuptuan ashtu siç duhet, kur e medituan ashtu siç duhet, kur kapën thelbin e Allahu Ekber ashtu siç duhet, kur edukuan me këtë fjalë, pra Allahu Ekber ashtu siç duhet, ata ndryshuan faqen e historisë. Le ta kuptojmë vëllezër dhe motra se dinamika e muslimanit është pikërisht ky emri Allahut manushëm, Allahu Ekber. Sa më shumë realizon njeriu tek vetja e tij Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, aq më shumë do të gjej forcë, aq më shumë do të gjej energji, aq më shumë do të gjej durim, aq më shumë do të gjej vullnet, aq më shumë do të gjej qëndrueshmëri, aq më shumë do të gjej gatishmëri për të sakrifikuar, aq më shumë do të gjej guxim me u përballë me vështirësitë, sado të mëdha të jenë ata. Dhe Allahu manushëm botën nuk e ka lënë asnjëherë hali, nuk e ka lënë bosh për atyre që din të realizojnë tek vetja e tyre Allahu Ekber. Dhe një nga këto modele që është i gjallë dhe me ndikimin e tij madhor, po bën që gjithë ummeti islam ta rikthejë edhe një vëmendje tek Allahu Ekber, është ai popull madhështor, popull kampion, popull hero, që është populli i Gazës, i cili ja ka ulur hundën çdo kryeneçi dhe mrende madhi dhe arroganti në faqet dheut, me atë rezistencë, me atë qëndrueshmëri, me atë guxim, me atë sabër, me atë forcë, me atë gatishmëri për të sakrifikuar, sakrifice jashtëzakonshme. E kuptojmë se ata njerëz, sekreti i forcës tyre, sekreti i burimit të forcës tyre është pikërisht se kanë realizuar tek vetja e tyre Allahu Ekber. Dhe vetëm kështu vëllezër dhe motra mund të shpjegojmë këtë gatishmëri të madhe të atij populli për të sakrifikuar dikush. Pra ndodhi zonjë e nderuar mjeke, u njoftua duke qenë në spital, u njoftua se 9 djemtë e saj apo 9 fëmijët e saj janë bërë sakrificë, domethënë ka ra shahid, pallati i gjithë u ka ra sipër.
edhe me njëherë kthehet edhe thot hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allahu manush më mjafton mua dhe është mbështetësi më i madh. Pas 2 ditësh i ndron jetë edhe i shoqi. Dhe kur ti qëndron përballë këtij modeli, thuaj ja Allah, nga i buron forca këtij njeriu, sepse kur bën një lloj empatie, një lloj përpjekje për ta vënë veten në vendin e saj, e kupton se vetëm të menduarit për ta vënë veten në vendin e saj është diçka realisht e pamundur. Megjithatë ata njerëz e kanë realizuar tek vetja e tyre Allahu Ekber. Dhe kjo fjalë kur realizohet tek njeriu ashtu siç duhet, krijon ato lloj mrekullirash që e para i ulin hundën arrogantit kushdo që të jetë ai, komplet arrogancës botërore. Ai lloj qëndrueshmërie, ai lloj modeli ja ka hulundën. Madje po ja shkatron edhe karabinan që kanë ndërtu, karabina zullumi dhe gjaku dhe sklavrie për disa shekuj me radhë. Ajo rezistencë, ai lloj modeli po e shkërmoq, po e shkun nga themelet dhe dal ngadal po ja ul çatin në tokë dhe dal ngadal po e shem dhe po e çmonton nga themelet, por njëkohësisht ky lloj modeli po e zgjon edhe një herë kë ummetin islam, po edhe gjithë njerëzin, se nuk ka shpëtim përveç se për të kthyer ku tek Allahu Ekber. Prandaj vëllezër dhe motra, edhe ne nëse duam që të bëjmë prokupi, që të bëjmë hajër, që të kemi një lloj roli edhe në vendin ton, por bëj një ndryshim që me të vërtetë edhe ky popull e pret, nuk kemi zgjidhje tjetër vetëm se për të kthyer ku tek Allahu Ekber. Mos harrojmë edhe një herë ato që kemi thënë her pas here. Në kohë të ndryshimeve të mëdha dhe bota sot po përjeton ndryshime të mëdha. Popujt e vegjël ose fitojnë shumë, ose humbin shumë, dhe në shumë raste popujt e vegjël kanë mundësi që të humbin gjithçka. Prandaj e vetmja mënyrë për trujt veten, por njëkohësisht për të përfituar sa më shumë për këtyre shanseve, nuk ka zgjidhje tjetër vëllezër dhe motra, vetëm se për të kthyer edhe një herë tek Allahu Ekber, sepse vetëm tek Allahu Ekber popujt mund të marrin fuqi, vetëm tek Allahu Ekber popujt e vujtur, popujt e vegjël, popujt e shtypur, popujt në zhvillim mund të kuptojnë se forcat e mëdha ka më të mëdha se sa ata. Sepse në shumë raste, veçanërisht në këto raste të mëdha ndryshimi, arrogantët kur e shikojnë me i fjalën të karabinaj atyre po shemet nga themelet, mundohen me që ta mbajnë veten duke u treguar akoma dhe më tepër arrogant, edhe duke treguar veten e tyre me popujt e vegjël. Dhe ajo çka ndodh në Gaza e vërteton këtë gjë. Megjithatë Gaza na thotë dhe populli trim dhe guximtar dhe heroi Gazës na thotë, nuk ka rëndësi nëse je popull i vogël apo i madh. Shumë e rëndësishme është të dish të realizosh tek vetja Allahu Ekber. Dhe po arritet të realizosh tek vetja Allahu Ekber, atëherë edhe arroganti më i madh faqet dheu, qoftë individ, shoqëri, shtet apo civilizim, para teje që këtë ditë më realizohet tek vetja Allahu Ekber, do sillet si një i vogël, është i destinuar që të huli kokën, është i destinuar që të huli hundën e tij. Mirë, po njëkohësisht fjala Allahu Ekber të çel syt, sepse ajo çel zemrën, të zgjeron diapazonin, të hap vizionin dhe të mundson që të fusesh në punë të gjithë kapacitetet që ke në dispozicion, sepse në shumë raste duke mos e ditë një popull i caktuar fjalën Allahu Ekber, duke mos ditë se si me realizuar fjalën Allahu Ekber, shumë për atyre mundësive që i ka edhe në dorë është i verbër ndaj tyre sepse e ka mund inferioriteti. Prandaj vetëm mënyrë me shpëtu për inferioriteti, për keq vlerësimit, për vetë vlerësimit të ulët, me ngrit dhe me nalcu vetë vlerësimin dhe vetë perceptimin, është fjala Allahu Ekber. Prandaj lutemi Allahut mënoj që të na mundsoj këtë gjë, të çelim syt tan sepse na ka ndaruar Allahu mënoj me fjalën Allahu Ekber. Na ka ndaruar Allahu mënoj me fjalën La ilaha illallah, e cila vetvete është boshti i gjithësisë edhe për cilën Allahu mënoj na ka thënë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se nëse do të vendose fjala La ilaha illallah në një anë peshorës, qejtë dhe toka në anën tjetër, fjala La ilaha illallah është më e rëndë. Pse? Sepse në bazën e esencën dhe themel fjala La ilaha illallah ka çfarë? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd.